Bajram, a ke menu në e herë që ki mu bo me shpi? Askur se kum besu. Askur se kum besu. Unë kum thonë hinë në rrasa, e gjithë kum pasu i mydin, se që ka bojnë që ta smija mi dvogli që i kam. Erdhëm në Tivarë, ashtu se që peshihni këtu ka njësë ndërtimi i shtëpisë së Bajram Salihut, familje 14 antarëshe me origjinë nga Kosova, këtu në Tivarin e Malit Zi. Çdo detaj rreth donacioneve për këtë familje do ta bëjmë publike me anë të fotografive. Faleminderit ju bamirës për kontributin tuaj. Shpresojmë dhe lusim Zotin që ky karvan i jon bamirës me i gëzu familjet me kul mbi kokë nuk do të ndalet këtu, por do të vazhdon edhe ditëve në vazhdim. Shumë e rëndësishme t'ja sigurohesh dikujt një shtëpi, e sidomos familjes 14 antarëshe me 12 fëmijë cilët na kemi gjetë me një të merë, me të vërtet merë ka qenë ajo çka kemi pa. Po falë juve o bamirës, falë njerëzve të vullnetit të mirë, u arrit edhe ja pra fillun sot temelat e shtëpisë së re për këtë familje. Toka është siguru nga Myftiu i Tivarit me disa shokë të vet, janë 4 ari e gjys. Ndërtimi po fillon, çdo detaj tjetër do ju japëm me anë fotografive, Zoti ju shpërblef gjithë. A u gëzut? Po, jena gëzu, valla s'po besoj. Jena me që disë Qëm tu besu, po më duke tonë. dhe të bohët, ongër për në duke. Ja që e tash ka nis. Faleminderit, shuaja Zotë i shnetën. Mas parit e që ke menuën e ke nis këtë punë. Alhamdulillah. Zotë i shpërbleft, me gjithë të asmi. Ti një kom ku jëmë kom të jetu. Qashtë. Po u kryj, alhamdulillah, tash. Edhe juve, edhe kjo hodja i ulqinit. Mos të harrojmë. Që kjo bo sebefi kryesor. Sebep kjo edhe ju. Që kjo në ka thirë. Po, ju ka thirë e keni ditë ku jam e kus jam, se ju s'kishit mujtë më gjetë atë. Po, mu ka jetu po. A s'ke jo nuk ko? Ka dhon ko, ka menu. E faleminderit huës shumë. Zotë i shnetën. Zotë i shpërbleft ata kaj që ka një mu. Edhe ata, edhe juve. Amin, amin. E që ka me thonë? Amin, inshallah veç e gëzëni. Bajram që shi? Mirë me thonë, jam i gëzun, jam i knaqën. Për atyne narodit, jallo Zotë i shnetën, që kanë menu për ne, që kanë zga dorën për neve. Unë jam prind i 12 fëmijëve, kom jetu në gjenje të ronë, shpi për shpi, derë për derë të huja, për shupa, për ahri të huj. Tash jem shumë i knaqën që ma kam bo që të mundësi
si të di, fëmija edhe pse jem konë, se nuk po ne kërkom firëm, država s'ka morë kur dur për mu më mrimu, po vesi shpisi ma kam bo, ju losh zoti shneten. Bajram, a ke menu në i herë që ki mu bo me shpi? Askur se kum besu, Unë kum thonë hinë në rasa, e gjithë kum pasi mydin, se që ka bojnë që ta fëmija mi dvogli qika. Si kanë vend strejme i dikoj. Apo të besohet tash se po nisin të mele? Po, po a ke kom vështirë shumë, a këta shpesho, se kur po ju sho juve për gjisi edhe shpia qëtu. Se ju një besimtar të Allahit, Allah ju ka dërgu juve. Me menim të Allahit jeni ardhe të unë, edhe ju e keni bo munimin, ja u ka plesu të zotit dëshiren, edhe ju e shola, edhe aty një si kanë dhënë dorën. Sha kishe lutë zotin për ata që kanë një muj, jena muj në Ramazanit? Por ata Allah i shpërbleft, zoti Allah shnetën fëmijëve tyne, prindëve tyne, familjen tyne, i shola, o Allah, një gjithë mirë për ta, ndevre kiamet, sot jem. Amen. E gëzosh. Faleminderit. Kësaj radhe ju paraqitemi nga miftinia e Tivarit. Afër meje është miftiu i Tivarit, zotri Muhidin Milaimi. Miftia, para kësaj radhe, kur kemi ardhë, na pat premtu se për familjen 14 antarëse të Bajram Salihut do të na siguron tokën. Me një kohë rekord shumë të shpejt, toka u siguru. Neve kemi ardhë që ta falendrojmë miftiun, sepse sot ka nisë edhe ndërtimi i shtëpisë për atë familje, njëkohësisht të marrim një prononcim nga miftiu. Në fillim, lusim Zotin inshallah që shpërblen me të mira, agjerim të pranueshëm për haj Ramazani, që kishe pas më na thonë për iniciativën që është marrë për ndërtimin e shtëpisë së familjes Bajramit. Spari, ju dëshiroj mirëseardhje në Qendrën Kulturore Islame të Tivarit. E lusim Allahun Gjeleshanuhu që në këtë muaj të bekuar të me pranoj agjerimin gjithve. Edhe këtë punë që e kemi fillu së bashku, që si shtyrë që e keni fillu, edhe neve si ndërmjetësus, Allah inshallah të na pranoj si vepër të mirë. Edhe të amundsojmë asaj familje që inshallah së bashku 14 familja, 14 antarëse, që të shijojnë edhe nërësin e kësaj bote dhe të kyqen në këtë pjesën infrastrukturës poshtë të Tivarit, që inshallah edhe nesër në tutje do të ndihmojmë komplet familjes dhe t'i punsojmë edhe t'ja mundsojmë që t'jetojnë një jetë normale. Kjo vepër që keni filluar ju është një vepër madhështore. Inshallah Allah i madh këtë muaj të bekuar, siç e dim, na i dyfishon veprat mira tona që i bëjmë. Allah i deshti së bashku me xhamatlin, me besimtar të votshëm këtu në Tivar, ta gjajmë trugën, si tokën, edhe atë e kryem së shpejti, me një afat shumë të shkurt, 3-4 dite, edhe pse neve jemi kanë të kyqur ma herët në këtë familje, për çdo vit i kemi ndihmuar, pra i kemi qu ushqim me gjëra tjera, mirë po këtu jemi pak të befasuar me veprën tuaj që keni bëjë ju, edhe atëherë na e kemi parë të arsyeshme si çështje morale, që duhet të ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë për ndihmën tonë. Tokën e pat, toka i ka mbi 400 metrë katror, thotë ato që do ta bëni ju do t'i plotësoj gjitha kushtet për me jetuar një jetë normale, familja. Do thotë unë si person, si xhamatlin, jo si mufti i Tivarit, do të nuk shkon ky projekt nëpërmjet Bashkisë Islame, ky projekt privat. Unë jam këtu si qytetar i këtij vendi këtu, së bashku me xhamatlin, edhe kemi do të bëjmë atë organizimin për blerë tokën, për ndërtuar shtëpi. Zoti shpërbleft ju dhe xhamatin. Përndryshe, mbas një orisë që kemi, Hoxha Muhidin është aktivist jashtëzakonisht i madh në çdo sferë për muslimanët këtu në Tivar, po edhe më gjerë. Shtëpia ka nisë, është 100 metrë katror. Falenderojmë edhe ndërtimtarin, firmën që ka marrë përsipër me ndërtu atë shtëpi, cila Fatmiri, pra, i cili ka tregu një zemërgjërsi, ka qitë dorën zemër, edhe ka bo një çmim real, do të ketë 4 dhoma gjumi edhe një sallon.
mendojmë dhe besojmë që është njëra ndër shtëpijat më të mëdha me kvadraturë që neve i kemi ndërtuar deri tash. Unë Halil Kasrati, stafi Jetimat e Ballkanit nga Miftinia e Tivarit. Ju përshëndesim, lusim Zotin Gjeleshanu të shihemi shumë shpejt në gëzimin e familjes tjetër. Zoti ju shpërblet.